Disa prej aktorëve më të famshëm në Turqi janë pjesa e atij komuniteti prej gati 5 milion qytetarësh që kanë një prejardhje apo origjinë nga toka shqiptare. I kemi të gjithë mundësitë që Ezeli i ri, Biteri e pikëlluar në kërkim të pasionit të humbur apo shokët e Sulejmanit Mallëdhërishëm të flasin shqip. I nderuar zëvendës president, të siguroj që gjithë shqiptarët që ndodhen në këtë sallë e kanë parë serialin e Sulejmanit Mallëdhërishëm, pa humbur as edhe një seri, por jo vetëm atë, edhe Kosemin dhe gjithë tjerët dhe kam bërë edhe unë që ta dini, ka qenë një nga pjesët më të bukura të argëtimit sepse mëson dhe historinë për më tepër. Sa i përket kinematografisë, pak muaj më parë një delegacion nga Hollywoodi erdhi për të zbuluar sheshet e reja të xhirimit në Shqipëri. Nuk ka asnjë arsye pse të mos jenë këto edhe sheshet tona të përbashkëta në një epokë të re bashkëpunimi.